Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirëseardhjet në 1+1. Dalimi i duhanit është një temë që prej vitesh ndan opinionin publik. Propozim ligji i paralemruar për mbrojtjen nga duhani, nga Ministria e Shëndetësisë veç më ka thelluar jo vetëm dasin, por ka hapur debat serios publik. Edhe pse mbrojtja e shëndetit publik është legjitime dhe domosdoshme, mënyra dhe shtrirja e masave të parapara në këtë propozim ligj po shkaktojnë kritika të arsyeshme nga qytetarët, sektori gastronomisë dhe një pjesë e opinionit të gjerë. Ka ardhur koha të pyetet hapur, ku është kufiri mes shëndetit publik dhe lirisë personale? Aty ku ajri është i përbashkët dhe nuk ka zgjedhje, është e drejtë të ketë rregulla. Sigurisht se nuk duhet të pihet duhani në hapësira të mbyllura, por pyetja është, pse e njëjta logjik tani më kërkohet të zbatohet edhe atje ku ekziston zgjedhja? Pse Ministria e Shëndetësisë tani ndalon pirjen e duhanit edhe në ato hapësira të veçanta brenda institucioneve ku deri më tani ishte e lejuar? Nëse nuk jet duhan pirës, ulu brenda aty ku nuk pihet duhani. Aty ajri është më i pastër dhe askush nuk të detyron të qëndrosh në ambiente të ndotura. Por nëse pi duhan, pi për vete, jo për të tjerët, dhe pse zgjidhja jote duhet automatikisht të më imponohet edhe mua? Shumë dilema, por për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme, sonte i kërkojmë nga Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Mirëmbrëma, mirëseardhje dhe faleminderit që pranuat ftesën në këtë moment, i themi zotri Aliut. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëseardhje. Për ftesë. Mirëseardhje. Si jeni? Zotri Ministër, propozim ligj për mbrojtjen nga duhani apo është shëndet publik apo represioni i tepruar? Shumë bukur e that, edhe ligji e ka emrin mbrojtje nga duhani. Pra, propozim ligji krijon ambient në të cilën do të kemi strukturë e organizuar ku do të pihet dhe ku nuk do të pihet duhani. Pra, nuk ndalohet duhani, veç rregullohet hapësira ku do pihet dhe ku nuk do të pihet duhani. Tani nëse pi duhan pi për vete dhe jo për ju, minister, atë pse tani më propozon masa më rigoroze ndaj duhan pirësve, se që jemi mësuar? Për shkak të jo duhan pirësve, për shkak se ideja e shëndetit publik është që të krijohet infrastrukturë, e cila infrastrukturë do të mbron popullatën, ato që pinë dhe ato që nuk pinë. Në këtë rast mbrohen të dy palët, sidomos pjesa e qytetarëve që nuk janë duhan pirës. Cili është qëllimi kryesor? Cilin kategoritë të qytetarëve më së shumti mbron ky ligj? Fëmijët, të rinjt apo? Të gjithë, pra duke filluar nga fëmijët, mbron edhe të punësuarit që pinë në mënyrë pasive duhan. Ju e dini që duhan pirja nuk është vetëm nuk dëmton vetëm personin i cili pinë duhan, por edhe ambientin dhe personat që janë afër tij. Nëse mbrojt ambienti, siç po thoni ju, pse ndalimi shtrihet edhe aty ku ka zgjidhje, pse nuk lejohet pirja e duhanit siç ishim mësuar deri më tani në hapësira të mbyllura, siç ishte parashikuar, siç është me legjislacionin aktual? Për dy arsye. Shkenca tregon që në hapësira të mbyllura, kush e di çfarë infrastrukture të keni për absorbimin e ajrit të papastër, nuk keni ajër i pastër. Forma e dytë është që atje ku do të mund të pihet duhan, ne e lejojmë, nuk e lejojmë në hapësira të hapura, minimum nga 3 anët e terasës, pra mapojmë hapësira, vende për pirjen e duhanit, po jo në vende të mbyllura. Nëse qëllimi kryesor janë fëmijët dhe të rinjt, ashtu siç e keni parashikuar në këtë propozim ligj ose projekt ligj që momentalisht është në shqyrtim e sipër, pse atëherë ndalimi ose fokusi vendoset tek ndalimi i pirjes së duhanit nga të rriturit, por pse jo për shembull te arsimi, sporti, shëndeti mendor ose programeve për parandalimin e varësive në shkolla? Të gjithë këto komponenta që i përmendet janë të pavarura njëra me tjetrën, pra asnjëra nuk e mbulon tjetrën dhe nuk i ndihmon tjetrës. Pra, ligji për prevenim, për organizim të pirjes së duhanit, është ligj i cili është i domosdoshëm për çdo shoqëri. Të paktën edhe një herë përmendi, për shkak të infrastrukturës që ne menaxhojmë me shtetin në aspekt të shëndetësisë, ne duhet kemi një ligj i tillë. Jo që s'kemi, tani është ligji, por nuk është mirë i definuar. Pikërisht për shkak të pozitës hapësirave që është fleksibile, ligji është jo funksional momentalisht. Nëse duhani është dëmshëm, pse shteti lejon shitjen e tij dhe përfiton grumbullon miliona euro nga akcizat e tij, ndërkohë tani parashikohen edhe të ndërshkohen më rigoros në aspekt gjobave duhan pirësit? Pra, akcizat janë moment fiskal, nuk janë moment shëndetësor. Kjo është forma e parë. E dyta, në bazë të akcizave, ne investojmë në krijimin e infrastrukturës shëndetësore për qytetarët e shtetit. Pra, njëra me tjetrën nuk lidhen as pak në aspektin e pse të mos kemi ligj, për shkak se pas kemi akciza. Shumë sinqerisht, është analizuar mirë gjërë ndikimi social i këtij ligji
për disa kategori të qytetarëve, në veçanti personat me stres të lartë, për të cilët duhani është të themi varësi e fortë e jo luks? Definitivisht nuk kryon ligje në bazë të varësisë së qytetarëve apo të një personi, pra ligjet kryon që të kryon një infrastrukturë e cila do të jetë kompatibile për të gjithë qytetarët, kjo është e para. Dhe dyta, definitivisht me ligjin, neve kemi parapare dhe qendra që do të hapen për të ndihmuar qytetarët që janë duhanpirës për ta lënë këtë pjesë, por gjithsesi edhe do të kemi programe për shkollat fillore të mesme dhe universitetet për të informuar qytetarët se sa është i domshëm duhani. Hipotetikisht, nëse miratot ki propozim ligj ashtu në këtë format, si që është parashikuar, është hedhur në shqyrtime sipër, nga jeni sigurt se një simpatizues partijak, i cili pret liderin e tyre në ndonjë takim të ardhshëm, që do të respektoj ligjin, ose lideri i cili gjithmonë vënon për t'i takuar simpatizuesit e tyre, se do të respektojnë këtë ligj, se parashikohet rreptësisht ndalimi i pirjes së duhanit në grupaciona, po? Në disa... Në vendet të caktuara aty ku ka hapësira që janë të ngushta për te i kalim, apo le themi hapësira që janë për pritje të diçkajt, si që është hapësira për pritje të transportit publik, për para institucioneve shtetërore, për para shkollave, për para institucioneve arsimore, le themi institucioneve publike. Në stacionet autobuse. Në stacionet autobuse. Gjithandej ku janë institucione. Kjo është pyetja. Pra, ligjet si të tilla nuk janë ligje funksionale nëse nuk krijoni komplet edhe një strukturë që ta ndjek funksionon apo jo, implementohet apo jo ligje. Pra, bashkë me ligjin, ne bëjmë një strukturë organizative në nivel operacional që do të ndjekin implementohet apo jo ligji, po gjithsesi që do të informojnë qytetarët dhe bizneset se si duhet të implementohet ligji. Pra, komplet është krijuar një aktivitet kohor me shumë strikt aktivitete që janë të definuara, si ato informative, edhe ato preventive, po gjithsesi edhe ato infrastrukturore, me qëllim që qytetarët, bizneset të jenë të informuar kur do të implementohet ligji. Kur do të mësojmë të vërtetën nëse janë kryer ose jo ndërhyrje të panevojshme kardiovaskulare në këtë vend? Pra, jemi në rjedha. E dini që grupi punues një draft raport veç e prezentuan për para qytetarve. Momentalisht i kemi 3 ekspertë nga jashtë, ato tani punojnë bashkë me ekspertët nga brenda që të marrin edhe të analizojnë edhe njëherë rastet të cilët kanë qenë të dyshimta dhe në fund do të dalim me një raport përfundimtar. Kur parafërsisht? E dini edhe në fazën e parë dhe në këtë fazë nuk do të kisha dashur të kufizohem, për shkak se ideja nuk është të dalim me një raport, por ideja është të dalim me një raport i cili do të jetë i vërtet, raport i cili do të jetë një udhërrëfim për krimin e politikave në shëndetësi. Pra, nuk do të kisha dashur që t'ju baj stres në aspekt kohor, ekspertëve, kërkova nga ato që të ulen në bazë të protokollit që e kanë definuar dhe metodologjisë, të japin një raport, i cili raport edhe njerë potencoj, do t'jetë një udhërrëfyes për neve si Ministri e Shëndetësisë që të krijojmë politika, të ndryshojmë ligj nëse do të ketë nevojë, me qëllim që mos ndodhen edhe njerë kështu lloj procese apo abuzime në shëndetësi. Por ato raporte kur do të bëhen gati, do të jenë edhe në dispozicion, do të jepen edhe organeve ndjekëse apo jo? Nëse do të ketë nevojë, gjithsesi ne jemi të obliguar me ligj që pastaj t'i procesojmë ato në organet kompetente, varësisht çfarë materiale ka brenda raporti. Si parashihet si është gjendja, si paraqitet gjendja me gripin sezonal në këtë vend? Pra, si çdo vit, këtë vit kemi, le të themi, 15 deri 20% rritje të numrit, në disa kategori edhe deri në 30% shkon, pra menaxhohet dhe është diçka që çdo vit ballafaqohet sistemi shëndetësor. Për atë shkak lutem qytetarët që të bëjnë vaksinim, sidomos grupet që janë më senzitive, le të themi qytetarët më në moshë, gratë, shtazënë, fëmijë të cilët kanë probleme shëndetësore të tjera, që të mbrohen nga kjo pjesë. Mos është edhe pak vonë, sepse jemi në pikun e... Në fakt, flas për në mot, për shkak se këtë vit ne për herë të parë kemi një numër shumë më të madh se sa vite tjera me qytetarë të vaksinuar, por personalisht nuk jam i kënaqur, besoj që duhet të rritet me qëllim që të bëhet prevenimi pastaj më tej të qytetarëve nga ky lloj virusi. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më ahosisht për gjitha këto. Faleminderit shumë. Po jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Zotri Ministër, ju thatë se ky ligj nuk ka për qëllim dëshkimin, po parandalimin pak a shumë, por pse masat janë më rigoroze,
se më parë dhe praktikisht e bëjnë duhan pirësin pak si qytetar të padishëruar në çdo hapësirë, madje dhe jashtë institucioneve, madje dhe pa ato cigaret elektronike për me avull. Pra edhe njerë potensoj, ligji definon të gjithë normat ligjore, brenda janë të definuara shumë mirë dhe sakt, për dy qëllime. Qëllimi i parë është duke mësuar nga ligjet paraprake dhe mos implementimi i tyre, rezultoj që ligji nuk është paraprak, nuk është mirë i definuar, apo është shumë fleksibil, le të themi, jep mundësi të ndryshme që të mundet pastaj të abuzohet brenda institucioneve, dhe si rezultat rezultoj që as bizneset nuk ishin të kënaqura, për shkak se thonin në një lokal pihet e në një lokal nuk pihet duhan, në një lokal lejohet e në tjetër nuk lejohet. Pra që të anashkalojmë këtë lloj, le të themi, abuzimi institucional, vendosëm që ligji të jetë mirë i definuar në aspekt të infrastrukturës, ku mund të pihet dhe ku nuk mund të pihet duhan. Kjo është e para. E dyta, edhe njerë potensoj, ligji është për mbrojtje nga duhani, nuk është kundër duhanpirësve. Pra, ne si Ministri e Shëndetësisë kemi obligim ligjor që të krijojmë ligje dhe infrastrukturë për qytetarët tanë, sidomos për qytetarët të cilët nuk janë duhanpirës. Për dy arsye. Arsyeja e parë është shëndeti, që ne jemi të obliguar të bëjmë një, si që jemi të obliguar si shtet të kemi ujë kualitativ për pirje, ajri pastër për pyetja është, a kalon nga mbrojtja e shëndetit publik në kontroll të sjelljes private? Duke marrë parasysh se sa ju e dini më mirë këtë përqindjen e duhanpirësve në vend. Si popullat, si qëndrojnë? Si popullat, si shtet, ne jemi shumë lartë, dikundi mbi 45%, në bazë të analizave thuhet që qytetarët pinë duhan. Pra kush hyn në këtë kategori, të gjithë qytetarët të cilët pinë 18 deri në 22 cigare në ditë. Mund ta paramendoni sa mund të jetë përqindja të cilët pinë më pak e kështu me radhë. Pra dikundi llogaritet sipas ekspertëve 50% të qytetarëve. Jo rastësisht u pyetja ka lënë nga mbrojtja e shëndetit publik në gjysma e tyre janë jo duhanpirës. Nga ana tjetër, ne si shtet harxojmë dikundi deri në 5% të bruto prodhimit vendor për trajtim të qytetarëve me smundje që lidhen direkt apo indirekt me pirjen e duhanit. Edhe kjo është statistike e cila është alarmante, mund ta paramendoni 5% po të investohet në diçka tjetër që mund të ndodhë. Informata tjetër që detyrimisht duhet të kemi një ligj i cili do të jetë funksional dhe mirë i definuar, është aspekti edhe ekonomik. Ne shumë shpesh flasim edhe ngatrojmë se a do të funksionon ekonomia më mirë apo më keq pas këtij ligji. Unë ju garantoj që do të funksionon më mirë për dy arsye. Arsyeja e parë është për shkak të kapacitetit njerëzor. Edhe ju e dini që duhanpirësit rezulton që janë më pak aktiv në punë dhe kjo direkt implikohet në ekonomi të shtetit. Forma e dytë është duhanpirësit pasiv, le të themi, ato që nuk pinë, po që janë në ambiente që pihet duhan, nga vetë ambienti besoni që edhe ato kanë probleme shëndetësore. Dhe të gjitha këto, dikundi mbi 170 milion, nëse nuk gaboj, shkonin veç për këte kategori, që duhet të trajtohen për shkaqe të problemeve shëndetësore që lidhen direkt me duhan. Po duhanpirësit nuk detyrohen të qëndrojnë në ambientet ku janë duhanpirësit, edhe kjo është e vërtet. Pra, a mundemi ta tregojmë, ta sqarojmë këtë pjesë? Deri më tani, nëpër institucionet, sektorit privat, pa marrë parasysh, duhani piheshte nëpër ato hapësira të veçanta, qoftë në aeroporte, ventiluar edhe kështu me radhë. Tani më si do të jetë? Pra nuk do të pihet brenda në institucione shtetërore, edhe është arsyeja e vetme, për shkak se sado që të jetë hapësira mirë e organizuar në aspekt teknik, hapja dhe mbyllja e derës dhe fleksibiliteti i të punësuarve në këtë institucion shtetëror është vërtetuar përsëri me analizat të bëra, që ndikon negativisht për personat të cilët punojnë në institucion, po nuk janë duhanpirës, por gjithsesi edhe për personat të cilët janë duhanpirës për shkak se shfrytëzojnë shumë shpesh këtë hapësirë. Pra ligji, për atë shkak edhe në fillim e thash, nuk është restriktiv, po krijon infrastrukturë për të dy palët, për të dy klasterat e qytetarëve. Një, që të mbron ato që nuk pinë, dhe tjetra që të informon dhe të mundohet të punon me qytetarët që janë duhanpirës për ta lënë apo për ta zvogluar konsumimin e duhanit. Nuk dalon, po ja për shembull ku ta pi unë duhanin. Unë jam duhanpirës aktiv.
ku ta pi duhanin pasi që si hipotetikisht. Pra do të dilni jashtë institucionit, jo përpara institucionit, jo në hyrje të institucionit. Kur do të keni pauzën, do të dilni jashtë institucionit dhe do të pini cigaren. Nga ana tjetër, në këtë rast i bie te rruga kryesore. Në këtë rast varet tash prej institucionit, mund të ketë park, mund të ketë hapësira tjera, po gjithsesi jo në hyrje dhe jo brenda në institucion. Në këtë propozim ligj përmendet, edhe sa të më duket e ju pak më herët, se harmonizimi i legjislacionit ton me Bashkimin Evropian. Më tregoni cilin vend evropian ndalohet pirja e duhanit në këtë format? Pra gjithandej ndalohet pirja e duhanit në forma të ndryshme. Pra ka shtete të cilët janë shumë më restriktive se sa ky ligj që është këtu. Ka shtete që ka pak më pak restriktivitet se është ky ligj. Pra në aspekt indikatorëve bazë, çdo shtet i cili është antar i Bashkimit Evropian do duhet strikt t'i definon, pastaj brenda për brenda çdo shtet ka ligjin e vet edhe tash në bazë të infrastrukturës dhe në bazë të kapaciteteve dhe dëshirës politike, ato krijojnë ligj për mbrojtje nga duhani. Pra kemi edhe një potencoj shumë shtete që janë shumë më restriktive dhe kemi shtete të cilët do të jenë pas implementimit të këtij ligji më fleksibile se sa shteti janë me këtë ligj. Në ambientet e brendshme të institucioneve ose në vendet e punës ku punojna, as është ndaluar për edhe cigare elektronike, po. Pra të dy grupet e cigareve, të gjitha llojet e cigareve i trajtojmë njëjtë. Edhe kjo përsëri nisemi çdo herë, unë ju e dini si ministër nga dita e parë kam thënë që do të krijoj ligje dhe infrastrukturë në bazë të dhënave dhe nevojave. Pra edhe ky ligj është bërë ashtu, me një grup ekspertësh, kur janë analizuar të gjitha performansat dhe indikatorët pozitiv dhe negativ të duhanpirjes, rezultoi që të gjithë cigaret, pavarësisht edhe jashtë këtyre tradicionale, rezulton që edhe tash me shkencë është vërtetuar që janë të dëmshme njëjtë. Pra ne i trajtojmë njëjtë si cigaren tradicionale si këto elektronike. A ekziston rreziku që ky propozim ligj të krijojë konflikt mes qytetarëve, respektivisht mes duhanpirësve dhe jo duhanpirësve? E dini, kryesisht konfliktet krijohen atje ku s'ka rregulla. Ose pak kënaqësi. Pra konflikt nuk mund të ketë, për shkak se do të ketë rregulla shumë mirë të definuara. Pa kënaqësi gjithashtu besoj që nuk do të ketë, për shkak se jemi shumë të hapur. Ende ligji është në ener për analizë dhe ne jemi ende të hapur, kjo është një draft version i ligjit, ku në bazë të analizave të ndryshme ne kemi pasur dhe do të vazhdojmë të kemi takime me të gjithë grupet e interesit, si duhanpirës, si bizneset, si institucione shtetërore, si inspektoratet, pasi që inspektoratet do duhet ta implementojnë, ta shohin a implementojnë ligjin në teren. Pra me të gjithë këto kemi dhe do të vazhdojmë të kemi takime dhe unë jam shumë i sigurt, deri tani feedbacku është shumë pozitiv, edhe nga personat të cilët janë duhanpirës, thuan që vërtet duhet të ketë një ligj i cili do të na mbron ambientin, do të mbron të tjerat nga pirja e duhanit, po gjithsesi edhe neve do të na jep një mundësi me programe të ndryshme për të zvogluar apo për të ndaluar duhanin. Sa propozime kanë ardhur deri më tani në sistemin elektronik për këtë? Ende është sistemi i hapur, edhe më duket edhe 16 ditë do të jetë, se 30 ditë do të jetë ligji në ener. Pra nuk kam ndonjë informatë sa deri tani kanë arritur, le të themi, idejat ndryshme apo kritika për ndonjë prej neneve të ligjit. Gjithsesi do t'i trajtojmë të gjitha ato, do të kemi edhe një debat publik ku do të jenë të gjithë të interesuar të ftuar. Pra dua që ligji nga dita e parë, kjo ka qenë metodologjia jonë, që të jenë të gjithë të involvuar. Mos ndjehen të anashkaluar as bizneset, as personat të cilët janë duhanpirës, as personat të cilët nuk pinë duhan. Po duhanpirësit sipas meje tani pak janë më të kufizuar për pirjen e duhanit. Besoni që kemi jashtëzakonisht edhe komentet e duhanpirësve janë jashtëzakonisht shumë pozitiv për këtë ligj, për shkak se edhe njerë potencoj thuan ligji i definon mirë ku mundem dhe ku nuk mundem të pi duhan. Pse tani në këtë propozim ligj ndalohet edhe pirja e duhanit në afërsitë të objekteve shëndetësore? Për shkak se janë objekte shëndetësore. Pra, nuk mundet në një objekt shëndetësor të kemi procese jo shëndetësore. Po pse, zotëria Leo, e dini se sa cigare duhet i konsumojmë, për shembull, derisa presim të na vijë radha për të bërë një ekzaminim apo do një kontroll në spitalin e shtetit, ose derisa gjejmë një vend parkim në mëngjes në spitalin e shtetit, dhe ndoshta për duhanpirësit, flas për vete, është të ndezim një cigare, por me këtë propozim ligj nuk do të mundet pasi që jemi të rrethuar me objekte shëndetësore. Pra, ju keni shumë të drejtë kur thoni që pritet shumë gjatë për parkim, për ashka ke zgjidhje me këtë problem. Po ne të presim, po të paktën me cigaret presim. Jemi në proces duke e zgjidhur, do të jetë parkingu
më mirë i organizuar në nivel të shtetit, do të jetë komplet smart, i organizuar nga fillimi deri në dalje, nga hyrja deri në dalje. Gjithsesi punojmë dhe jemi të vetëdijshëm edhe për listën e pritjes, për atë shkak është në fund softveri i cili do të jetë transparent, pra lista e pritjes do të jetë transparente për dy arsye. Arsyeja e parë që ju ta dini që ka një listë pritjeje për të shkuar tek mjeku dhe mos jeni në hamendje do të jetë nesër apo pas nesër. Gjithashtu kjo listë e pritjes pastaj në mënyrë direkte implikon që të pritni edhe kur shkoni në spital, derisa ju vjen radha. Pra të gjitha proceset jemi të vetëdijshëm, të gjithë që të zgjidhni një problem duhet ta definoni. Ne kemi definuar të gjithë problemet, tani më shëndetësia është e skenuar dhe e dim çka na mungon dhe si duhet ta përmirësojmë ato. Nuk druani se me këtë propozim ligji, ose në faktikisht e keni analizuar edhe anën tjetër se ky propozim ligj se mund të krijojë padashje treg të zi për produktet e nikotinës, sidomos tek të rinjt pikërisht që përmendet. Pra çdo ligj që krijohet i ri apo i adaptuar ka rreziqet e veta për abuzim. Do një për mos implementim, për atë shkak është inspektorati, dhe për abuzime tjera që janë organet tjera shtetërore. Pra, për atë shkak kemi në shtet edhe policin, kemi inspektoratet, kemi organet tjera që merren me abuzimin e proceseve në shtet. Deri në ku e ka vjen e kuqe të themi Ministria e Shëndetësisë për të lishuar penë në lidhje me këtë propozim ligj, pra duke pyetur thelbin e kam të pyetje se ligjet janë për të zbatuar, a janë për të zbatuar verbërisht apo për të përshtatur realitetit. E realiteti e tham se 45% duan pyrës. Kjo është pyetja. Pra do të jemi tolerant aty ku do të na bind pala tjetër që nuk e kemi mirë. Nuk do të tolerojmë aty ku jemi të sigurt që jemi mirë. Si jemi të sigurt dhe si mund të tolerojmë në bazë të dhënave. Nëse nga pala tjetër na bindin që në shtetet ku është implementuar ligj i ngjashëm më restriktiv ose më pak restriktiv, ka ndikuar negativisht për ndonjë prej proceseve në atë shtet, ne do të jemi fleksibil dhe do ta ndryshojmë mendjen dhe ligjin dhe nenin aty brenda për brenda. Po, aty ku jemi të sigurt në aspekt shkencor dhe në aspekt implementimit në shtete tjera që ky ligj ose ky nen do të ndikon pozitivisht në shëndetin e qytetarit, nuk do të jemi tolerant. Përveç për shëndetin, a keni pritje se që ky propozim ligj ashtu siç është në këtë format do të ulë të themi interesin për duhanpirje? Rezulton në çdo shtet, ne jemi, le të themi, shtetet e fundit janë një prej atyre në atë klaster jemi edhe ne si shtet që nuk kemi ndonjë ligj kaq restriktiv sipas juve, sipas neve kaq i rregulluar mirë për duhanpirësit apo për mbrojtjen nga duhani. Edhe rezulton në shtetet që implementohet me vite, rezultojnë dy indikator pozitiv. Një, që ekonomia asnjëherë nuk ka dështuar se ishte edhe një ajo sa do të ndikon në ekonomi, pra nuk ndikon negativisht, përkundrazi, ndikon edhe në aspekt afatgjat pozitivisht. Nuk do të ketë ndikim negativ tek objektet gastronomike? Jo, nuk do të ketë, edhe kjo rezulton në shtete që kanë implementuar edhe më restriktiv ligj se sa ky, nuk ka ndikuar negativisht. Dhe dyta është në aspekt afatshkurt ndikon në uljen e smundjeve kronike, ndërsa në aspekt afatgjat ndikon edhe në uljen e vdekjeve që lidhen direkt me duhanpirjen. Pra, për 10 vjet ne presim që të ketë në aspekt demografik ky ligj jashtëzakonisht rezultate pozitive. Në afaristët, në objektet dhe gastronomike nuk do të pije duhani, as jashtë as brenda. Do të pihet vetëm në terase që janë të hapura nga 3 anë. Nga 3 anë. Në ato hapësira tani që kanë investuar sektori gastronomisë, ajo nuk vlen. Jo, nuk vlen. Po si do të zgjidhet nga ana tjetër, a parashikon afate kalimtare apo mbështetje financiare për këto biznese që kanë investuar? Është pyetja, ndoshta edhe jo drejt për drejt ndaj jush, po çfarë parashikon këtë propozim ligj? Dhe pyetja e dytë është si do të zgjidhet problemi i kontrollit në lokalet e vogla? Pra, në lidhur me pyetjen e parë, investimet në bizneset gastronomike kanë qenë në terasa që i kanë mbyllur, pra çka duhet bëjnë veç t'i hapin. Ato në të njëjtat terasa mund të pijet cigare, veç mos janë të mbyllura nga 3 anë, kaq. Pra ju duhet një gjysmë ditë apo një ditë që ta adaptojnë hapësirën që e kanë mbyllur me xham apo me ndonjë element tjetër që ta hapin dhe kaq. Nuk duhet asgjë tjetër. Pra, edhe në aspekt të investimit nuk ka ndonjë investim i madh për këtë biznes. Në aspektin tjetër, gjithsesi jemi të vetëdijshëm që do duhet të informojnë qytetarët, bizneset atë që përmenda më herët, dhe ne jo rastisht themi, nëse gjithçka shkon në rregull, në mars do të implementojë ligji. Nëse shohim që na duhet edhe 1 muaj 2, ne këtu do të mund të jemi fleksibil, ta shtyjmë.
Poenta është nga dita e parë që do të implementojë ligjit të implementohet. Pra këtu duhet jemi të sigurt se bizneset janë të gatshme për implementimin e ligjit, duhet jemi të sigurt që institucionet shtetërore janë të gatshme. Ata kanë vërejtje tani në sektori gastronomisë. Kishin vërejtje apo? Çfarë vërejtje? A dim çfarë vërejtje ka? Ende unë nuk kam bërë ndonjë takim me të gjithë stakeholderët të biznesit, kam bërë takime kështu me nga 2-3 vetë në grup 4, pra nuk e di sa janë relevante. Një prej kërkesave ishte pse keni ndaluar që në shitore të jenë vizibël cigaret. Pra kjo është gjithandej ku të shkoni jashtë Maqedonisë, do shihni që askundi nuk mund të shihni në ndonjë lokal që shet shitore cigaret të cilët janë siç janë në Maqedoni në mur, edhe shumë vizibël. Kjo ndikon negativisht për të rinjt sidomos, për shkak se inicon që të provojnë një cigaret të tillë. Ose të blejnë. Edhe influencerët tani nuk mund të bëjnë reklamat si deri më tani? Ata të cilat kanë bërë gjithmonë. Gjithsesi, reklamimi i cigareve nuk ndalet veç për influencerët, por edhe për mediumet edhe për çdo aktivitet publik. Pra përveç nëse ajo definohet mirë dhe nëse është në ndonjë pjesë që lidhet me pjesë të ndonjë drame apo ndonjë filmi, po gjithsesi mesazhi duhet të jetë negativ, jo pozitiv. Pra duhet të tregojë që duhani është i dëmshëm për shëndetin, jo të ketë ndonjë mesazh i cili është e kundërta e shkencës që thotë që është i dëmshëm për shëndetin. Si parashikoni zotër ministër ta zbatoni këtë ligj? Cili institucion do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe kontrollimin e ligjit dhe a kemi shërbimet inspektuese kapacitete mjaftueshme për zbatimin efikas? Ta sqarojmë edhe këtë pjesë. Kjo është shumë e rëndësishme, keni shumë të drejtë. Pra ligji do të ngel vetëm në letër nëse nuk do të kemi institucione që do ta ndjekin implementimin e ligjit dhe jo rastësisht unë kam pasur dhe vazhdoj të kem takime me institucione të ndryshme. Këtu janë disa inspektorate që duhet të ndjekin implementimin e ligjit. Pra për shëndetësi është inspektorati jonë, bisedova me drejtorin për shkak se jemi një institucion. Aty do duhet në aspekt të infrastrukturës të investohet pak që të kenë kapacitet edhe njerëzore edhe vetura, po jo veç me numrin e inspektorëve dhe me infrastrukturë, pra edhe me vetura që do të mund të lëvizin në teren inspektorët, po gjithsesi mendojmë edhe aspekt softverik, një softver i cili do të jetë i centralizuar dhe do të kemi informata në kohë reale për implementimin e ligjit, pra është ende një ide e cila do të shohim se si do ta implementojmë. Do të jetë e disperzuar apo e centralizuar varet nga institucionet. Edhe njerë potencoj janë disa institucione që duhet ta ndjekin, disa inspektorate që duhet të ndjekin implementimin e ligjit. Në shumë të rasteve inspektoratët kanë problem me numrin e inspektorëve, dhe kjo është. Jemi të vetëdijshëm, edhe jemi të vetëdijshëm që do duhet të investojmë si në infrastrukturë ashtu edhe në rritjen e kapaciteteve njerëzore në inspektorat. Sa mundemi të përsërisim sa do të jenë gjobat për mos respektimin? Gjobat, e dini, kur ka rregulla, do të ketë edhe ndëshkim. Pra, ligji edhe njerë potencioj nuk është për të ndëshkuar, por është vetëm për të implementuar dhe për të mbrojtur qytetarët. Pra, nuk respektojnë në fillim si çdo ligj. Nuk ekziston ligj i cili nuk ka në një farë forme ndëshkime financiare. Pra dhe ky ligj është si të tjerët ka një strukturë për ndëshkime financiare. Besoj që edhe uroj që qytetarët sa më pak të kenë kështu gjoba, por gjithsesi ligj pa gjoba është jo funksional. Do të jetë veç një dokument i cili do ta lexojmë edhe kaq. Të flasim pak për atë pjesën e ndërhyrjeve kardiovaskulare. Pra, sa denoncime deri më tani te Ministria e Shëndetësisë janë paraqitur nga qytetarët për ndërhyrje të dyshimta të panevojshme kardiovaskulare në vend? Pra, në momentin kur doli si problem, kur u gjenerua një proces i tillë që diçka ndodhen në shëndetësi, nga ai moment deri tani kemi pasur dikundi 45 lëndë. Në fillim ishte, le të themi, dinamika më e madhe qytetarëve që jepnin kështu informata, por sistemi ende nuk është i mbyllur. Pra, ne kemi dy forma që komunikojmë me qytetarët. Forma e parë është elektronike, nëpërmjet web faqes së ministrisë. Çdo qytetar në shtet mund të denonson jo vetëm këtë lloj keqpërdorimi, por çdo lloj keqpërdorimi në shëndetësi. Pra dhe një sjellje arrogante apo e keqe ndonjë personi i cili është i punësuar në shëndetësi kanë qytetarët të drejtë dhe mundësi të na informojnë. Forma e dytë është një herë në javë, pra çdo të premte nga ora 10 deri në ora 15, kemi kabinetin e hapur që qytetarët vinë edhe me materiale, nëse nuk dëshirojnë në formë elektronike të na informojnë dhe na informojnë për abuzime të tilla. Pra, ftoj qytetarët që çdo lloj mos trajtimi
në bazë të protokolleve të definuara, do duhet të informohemi si ministri, pasi që unë besoj që pa pasur informacione që ka ndodhur në teren, nuk mund të menaxhoni me institucionin. Për sa para është dëmtuar buxheti apo fondi? Pra nuk kemi bërë analizë tani në fazën e parë është a janë dëmtuar dhe si janë dëmtuar qytetarët, dhe këte kemi primar. Pastaj do të hymë në analiza tjera kush është dëmtuar, sa qytetarët dhe sa shteti, dhe si. Dhe faza e tretë është edhe njerë potencoj krijimi i një infrastrukture mire definuar, si puna e ligjit për mbrojtje nga duhani, që të mos ndodhin procese abuzive në të ardhmen, se kjo është poenta. Nuk është poenta veç të shohim që ka pasur ndonjë lloj abuzimi, po poenta është si të parandalojmë në të ardhmen mos ndodhe abuzimi i tillë. Pra, analiza tani bëhet me 3 ekspert nga jashtë në shtetit, bashkë me ekspertët nga brenda, analizojnë edhe njerë të gjithë këto lëndë që ishin të dyshimta, dhe në fund do dalim me raportin përfundimtar, i cili raport përfundimtar do të kemi preskonferencë për publiku. Por 2-3 muaj do t'jetë gati. Po gjithsesi do t'jetë edhe në web faqen e ministrisë. Unë besoj që do t'jetë shumë më shpejt se sa 2-3 muaj, për shkak se edhe njerë them nuk dua të kornizohem në aspekt kohor, po mendoj që shumë më shkurt se sa 2-3 muaj do të kemi raportin përfundimtar. Shumë shkurtimisht për kapacitetet spitalore sa i përket gripit sezonal. Jemi në pikun e gripit? Po, jemi në pikun e gripit, pra këto janë 2-3 ditët që është piku i gripit. Potencoj që si çdo sezon, çdo vit, edhe këtë vit kemi qytetarë që janë të infektuar nga ky virus. Unë apeloj edhe një që çdo vit qytetarët të vaksinohen. E dini që këtë vit kishim një vaksinim me numër shumë më të madh se sa vitet tjera, por gjithsesi nuk është e kënaqur. Ju e dini që patëm për fat keq 2 qytetarë të shtetit që përfunduan keq me këtë grip, kishin vdekje. Të dy rastet ishin qytetarë që nuk janë të vaksinuar, pra nuk ishin mbrojtje nga ky virus, pra apeloj që në mot qytetarët të vaksinohen, sidomos edhe njerë qytetarët që janë më të moshuar apo gratë shtatzënë. Me investimet si jemi në shëndetësi? Pra, 6 mujorin e dytë të vitit 2025 e dedikuan për analizën e problemeve dhe të performansës si në aspekt kapaciteteve njerëzore, ashtu edhe në aspekt të aparaturës, të infrastrukturës fizike dhe kështu me radhë. Pra tani për herë të parë kemi një skenim komplet të shëndetësisë në nivel të shtetit dhe ne tani ma e dim ku çka na mungon. Na mungon objekt, na mungon ndonjë aparat apo na mungojnë të punësuar. Dhe në bazë të këtyre analizave ne tani ma dim ku të investojmë. Por fat keq nuk janë bërë më herët. Instituti për Shëndet Publik gjithsesi sipas profilit si institut që është ka bërë diçka, por kur mblidhen të dhënat nga institucionet të tjera, del që metodologjia e implementuar aty rezulton që, për shembull, në aspekt më bazik, unë si ministër nuk e kam ditur deri përpara një muaj e gjys sa të punësuar kemi në nivel të shtetit edhe ku i kemi ato. Pra, sa mjek kemi në një institucion shtetëror, të punësuar sa motra medicinale, sa teknik dhe kështu me radhë. Është bë targetimi tani. Jo veç targetimi, është bë mapimi, edhe tani e dim në çdo institucion në kohë reale, sa ajo është një proces i gjallë. Pra pensionohen, punësojnë të ri dhe kështu me radhë. Këtë vit ku e keni fokusin, sa punësimi nevojitet, sa aparatur, sa pajisje i nevojitet? Pra fokusi këtë vit i ministrisë janë 3 shtyllat nga 5 që i kemi në fokus. E para është kapacitetet njerëzore. Pra ne do të vazhdojmë të punësojmë në shëndetësi, për shkak se në disa institucione shëndetësore vërtet mungon, edhe kur shikni ju organogramin e institucionit dhe aspektin e sistematizimit të departamenteve, kapaciteteve njerëzore dhe shërbimeve që duhet t'i japin në bazë të demografisë, e vëreni që aty ka një handicap shumë i madh ndërmjet sa duhet dhe sa ka të punësuar. Por gjithsesi kemi dhe të kundërtën. Kemi institucione shëndetësore që kanë më shumë të punësuar se sa ka nevojë institucioni. Pra bëjmë një analizë në këtë pjesë dhe tani do duhet të punësojmë dhe do duhet të adaptojmë në aspekt horizontal kapacitetet njerëzore. E dyta është digitalizimi, që është në fokus këtë vit. Pra me digitalizim zgjidhim dhe optimizojmë proceset në shëndetësi, në një për shkak të transparencës. Pra e dini që ju nëse çdo proces e keni digital, ju keni edhe qasje në kohë reale.
neve na ndodhte që qytetarit për fat keq, deri tani na ka ndodhur, që qytetarët të shohin pas një viti 2 që kanë marrë ndonjë shërbim shëndetësor që nuk e kanë marrë asnjëherë, por është evidentuar në sistemin ton që e ka marrur këtë për abuzime të ndryshme që kanë bërë në institucione të ndryshme. Kjo nuk mund të ndodhë më nëse sistemi komplet digitalizohet. Faza, momenti i dytë është reduktimi i listës së pritjes për marrje të shërbimeve shëndetësore. Pra, përsëri me digitalizim do të mrim deri në reduktimin e kësaj liste, duke bërë transparente gjithsesi atë. Dhe pjesa e tretë është aparatura në institucione shëndetësore, për shkak se kur kanë bërë analizën edhe përpara në qeveri, përpara ministrave, besoni që unë jam i 76 si lindur dhe besoni që ende në sistemin shëndetësor ka infrastrukturë e cila është e viteve 70 apo në ndonjë rast e viteve 60. Ose ekzistojnë edhe klinikat të cilat rezultatet duhet i marrësh fizikisht e jo përmes emailit apo mjekutar. Shumë e vërtet. Po shumë shkurtimisht për qendrën e re klinike ç'a do bëjmë? Shumë ministra kanë premtuar, po deri ku është? Pra, është e vërtet. Qendra e re klinike është domosdoshmëri për sistemin shëndetësor, sidomos për atë tercier. Për shkak se ky niveli i dhënies së shërbimeve nuk është veç klinik, po është edhe shkencor. Për këtë arsye, do duhet kemi një qendër klinike e cila është dinjitoze si në aspekt të infrastrukturës, për të punësuarit brenda ashtu edhe në aspekt për qytetarët. Kur dhe ku? Pra, në moment, jemi tani më duke bërë dokumentimin për hapjen e thirrjes për kompanitë të cilët do të bëjnë analizën e infrastrukturës në 8 shtatori. Pra, siç duket, 90% jemi më të sigurt që andej na çon rrugët për pasur klinik në atje ku është tani më 8 shtatori si objekt. Ishtë spitali ushtarak. Për shkak se objekti, po, ai është, për shkak se objekti është në aspekt të statikës është mirë i ndërtuar dhe nga ana tjetër oportunitet për këtë pjesë është për shkak se kemi hapësirë lirë edhe në anën tjetër të rrugës, kështu që mundet komplet të ndërtojnë objekte të reja në atë pjesë. Pra, besoj që për shumë shkurt kohë, për një 2-3 javë do të kemi hapjen e tenderimit për analizë, pra do të analizohet objekti vjetër, pra 8 shtatori, infrastruktura brenda nga elektrika deri tek infrastruktura bazike fizike, deri tek teknologjitë brenda që i ka, që të shohim çfarë shërbime do japin aty dhe pastaj sa na mungon dhe çfarë objekte do të na mungojnë në anën tjetër, që të bëhet një kampus i cili do të jetë dinjitos. Dhe pasi do të bëhet kjo analizë, mandej si vjen procedura? Pra, pas kësaj analize, atëherë për shkak se do të jetë një concept note nga kjo analizë, atëherë do të dim sa do të na kushton klinika, sa objekte do duhet të kemi dhe cilat shërbime ku do të jepen, në pjesën e vjetër apo në pjesën e re, dhe pastaj do të hapet tenderimi për implementim. Zotëri Ministër, unë e ka shpytja pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar e që mendoni se ndoshta nuk ju kam pyetur, urdhëroni minutat në vazhdim për ju. Besoj që pjesën, e dini shëndetësia ka shumë portfolio, neve mund të rrim 2-3 orë tash të flasim për punët që i bëjmë dhe për problemet që i kemi, gjithsesi besoj që dham informata bazike si për ligjin ashtu edhe për prioritetet tona për këtë vit. Edhe të shpresojmë se do kemi kushte më të mira në aspekt shëndetësor kur të shkojmë në për spitale, kjo është primate. Ky është qëllimi dhe jonë si ministri. Faleminderit që ishit pjesë në intervista 1+1. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin ton.